Pasi spak goditi sërish në oborrin e kryeministrisë, këtë herë duke hetuar tendra disa milionçe të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, e la në arrest shtëpi e drejtuesen e saj, Merlinda Karçanaj, kryeministri Edi Rama reagoi për të parë duke i cilësuar të hatashme akuzat që rëndojnë ndaj saj. E di që sot Akshi përballet me një hetim nga Spaku për përdorimin e fondeve. Dhe Linda Karçanaj, gruaja që ka udhëhequr jetësimin e vizionit tonë qeverisës për transformimin historik digital të qeverisë Shqipërisë, me dije, me vullnet dhe përkushtim të përditshëm për 12 vjet me radhë, gjendet në një mas sigurie me një akuzë të hatashme, për cilën duhet pritur me durim vetëm nga drejtësia, dhe s'mund të pritet asgjë nga 700 tenxhere të çorbës politike, mediatike, që të dalë deri në fund e vërteta e saj, cila do qoftë ajo. Por unë di po ashtu që falë saj dhe skuadrës së Akshit, ku punojnë pa orar, plot vajza e djemë talentuar të botës së re të teknologjisë, Shqipëria ka bërë një kapërcim të madh, krahasuar me vitin 2022, kur ka dalë raporti paraardhës i Bankës Botërore për qeverisjen digjitale. Këtë herë jo vetëm vijojmë të renditemi në grupin A, i quajtur grupi me maturitet të lartë, ku kemi plot 0.939 pik nga 1, që është maksimumi, por fal një rritje të ndjeshme krahasuar me raportin paraardhës ku ishim vetëm 0.752, këtë vit kemi kaluar nga vendi 68 në vendin e 14. Në vendin e 14 mes gjithë atyre vendeve, duke lënë pas pikërisht falpunës dhe vullnetit për ta vënë teknologjinë e re në shërbim të publikut dhe të zhvillimit të Shqipërisë, vende me emër të madh si Danimarka, Singapori apo Mbretëria e Bashkuar e me radhë. Podcastin e përjavshëm e nisi pikërisht me dosjen e Akshit dhe akuzat që rëndojnë mbi Karçanajn, ndaj të cilës tha se nuk duhet të zhvillohet një gjyq publik. Kryeministri nuk i kurseu publikisht as mirënjohjen për punët e mira që drejtuesja e Akshit tha se ka bërë. Rama citoi raportin e fundit të Bankës Botërore, sipas të cilit Shqipëria rendit në vendin e 14 për qeverisjen digjitale.